Dua me njerë të përshëndes në këto momente, në pak minuta bisedë së bashku, zotin Nik Gjelosha, zëvendës kryeministër dhe ministër i ekonomisë i Malit të Zi, i cili ishte sot në Tiranë për të marrë pjesë në samitin e diasporës. Zoti Gjelosha, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje për ju dhe për teleshikuesit e vlerësat tuaj. Zoti Gjelosha, shqiptarët faktor shtetëformues por edhe stabiliteti. Ky ishte mesazhi që u përsërit vazhdimisht sot edhe nga Tirana. Ju sapo e keni nisur në fakt sfidën tuaj si numri 2 i qeverisë së Malit të Zi. Do të jetë e lehtë? Po, unë mendoj që shqiptarët në këtë kohë, në këtë summit të tretë i pret aq mirë sa mendoj që askur nuk kanë më të integruar. Mendoj se komunikimi ndër shqiptar në rajon ekziston në nivel shumë të lartë dhe mendoj se koha e shqiptarëve është ajo që vjen. Shqiptarët e Malëzi kanë dhënë një kontribut të madh në këtë, jemi integruar shumë, kemi një faktor i pakalueshëm në Malë të Zi dhe mendoj se edhe shqiptarët në vende të tjera ku jetojmë jenë në të njëjtën situatë dhe që tash ajo që është kryesorja varet prej neve. Ne jemi integruar, kemi vende drejtuese, tash prej këtyre vendeve duhet që të punojmë që shqiptarët të jetojnë më mirë. Ju keni vlerësuar sot edhe në summit kontributin që Dritan Abazović ka dhënë në pozitën e kryeministrit të Malit të Zi deri para pak javësh, duke thënë se i shërbeu shumë shqiptarëve politikisht. Çfarë arriti zoti Abazović dhe ju tashmë jeni numri 2, një tjetër shqiptar që bashkëqeveris në qeverinë e re të Podgoricës. Çfarë u arrit në kohën e zotit Abazović që ndoshta edhe ju do duhet vazhdoni? Po, ne sincerisht Dritani në çështjet mbrëmshme subjekteve politike shqiptare, gjithsesi asaj që kam drejtuar unë, ne ka dhënë hapësirën, të cilën me drejtuar institucione për të cilat nuk kishin kurrë hapësirë shqiptarët, dhe unë jam i bindur dhe kanë treguar rezultatet mbas që atë hapësirë që na ka dhënë, ne kemi shfrytzuar mirë, kemi shfrytzuar për integrimin e shqiptarëve, kemi shfrytzuar për zhvillimin e vendeve ku jetojnë shqiptarët. Konteksti kryesor i asaj hapësire ka qenë se kemi drejtuar institucione kyçe në Malë të Zi, jo si dikur se ishin atë një institucion, një ministri pakic, është një ministri që nuk ishte ndonjë ndikim në shoqëri, mirëpo ka pasur ato hapësime ministri tjera që kanë ndikim shumë më të madh me drejtori tjera për investime, dhe në këtë kohë ka ndodhur integrimi më i madh, mirëpo edhe investimi më i madh në zonat shqiptare ku jetojmë ne, dhe si produkt i kësaj edhe qytetarët e kanë njoftë këtë dhe edhe në zgjedhjet fundit ne unë si drejtues politik atje kemi fituar një prekrahje shumë të madhe dhe mbas asaj sot edhe kemi fituar një prezantim edhe më të madh si subjekte politike shqiptare në qeverinë e Malit të Zi. Pra dallim se edhe sot e përmendëm, Dritani është një subjekt qytetar, jo shqiptar, për herë të parë prej partive shqiptare ekzistojnë që të kemi zëvendës kryeministër, të kemi ministri të cilat nuk janë të pakicave, kemi drejtori, kemi vende tjera, kemi aq shumë deputetë në parlamentin e Malit të Zi. Dje e kemi zgjedhur për herë të parë në historitë të Malit të Zi një nga 7 gjyqtarë të gjykatës kushtetuese është shqiptar, pra është një integrim i madh i cili kam përmend sot janë 3 elemente që ja kanë dhënë. E përsëris, domethënë e përsëris qeveria e Dritanit që na dha mundësinë, hapësirën dhe ne e shfrytzuame, është ajo se Shqipëria u bën faktor i madh i pakapërcyeshëm në region, mirëpo edhe më e zerë në 10 vitet e fundit në drejtimin e kryeministrit Rama, dhe ajo çka është edhe për mua më rëndësishme është bashkimi i shqiptarëve në TUS, rezultati i qeverisjes në TUS, ardhja e diasporës në vitin 2019, mirëpo në 2023 me na përkrah që të jemi edhe më faktor dhe që janë këto produkti asaj që kemi sot shqiptarët në Malëzi.